sepse liria pa etik nuk është liri, është vetëm pushtet pa përgjegjësi. E kjo, miqtë e mi, e di që dëmton besimin te media më keq se çdo ligj. Unë e di që ka njerëz media që mendojnë publiku do ta shohë, do bëhet virale, po ka gjëra që nuk maten me klikime. Familjet e atyre dy fëmijëve, ato nuk zgjodhen të bëhen lajm, nuk zgjodhen që dhimbja e tyre të bëhej material transmetimi. Raportimi i aksidentit dhe investigimi i shkaqeve është informim, por dhimbja është spektakël. E pikërisht ky është kufiri që nuk duhet kaluar. Dinjiteti njerëzor. E kur ky kufi shkelet, jo nga keqdashja, po ndoshta nga shpejtësia, nga kopimi, nga indiferenca, atëherë jo ligji, po ju vetë i bëni dëm lirisë. E prandaj unë dua t'ju kërkoj diçka. Jo si politikane, po si grua, si nën, si dikush që i ka pa ato pamje e nuk i heq dot nga syt. Bëjeni punën tuaj, po bëjeni me dinjitet. Sepse mbas çdo titulli e pamjesh ekskluzive, është një jetë njeriu. E mbas çdo jete, është një familje që nuk do ta harroj kurrë se si e trajton.